Pasi prokuroria të premtun informoi se janë ndërprer hetimet për 9 persona, në mesin e tyre 2 ish-ministra të ekonomisë nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim, Bekim Nezili dhe Driton Kuqi, për shkak të provave të pamjaftueshme, ndërsa për 2 ish-ministra tjerë të ekonomisë, kuadër po ashtu të BDI-së, Valon Saracini dhe Kreshnik Bekteshi, prokuroria vendosi të vazhdojë procedurën e hetimit. Ky vendim ka bërë që sot të reagojë pikërisht partia e këtyre ishte zyrtarëve që kanë ndërhequr me Ministrinë e Ekonomisë. Nga partia Ahmeti theksojnë se prokuroria themelore publike është plotësisht e kapur. Sipas BDI-s, kjo drejtësi selektive dhe veprimi i qartë me motive politike përfason edhe një dëshmi tjetër se prokuroria jo vetëm që ka humbur pavarësinë e saj, por ata potencojnë se është qëndruar në një instrument për përndjekje politike dhe inxhinieringë zgjedhor. Prokuroria e ka humbur plotësisht besueshmërinë e saj duke mbrojtur funksionarët e qeverisë, ndërkohë që bashkëpunon me qendra jo formale të pushtetit për të montuar raste kundër ish-ministrave dhe kundërshtarëve politik. Prokuroria publike, me këtë vendim, zyrtarisht është deklaruar e kapur. Nga atje thonë se BDI do të ndërmarrë të gjitha hapat demokratike dhe politik për të mbrojtur zërin e shqiptarëve, integritetin e procesit zgjedhor dhe parimet e drejtësisë dhe shtetit e ligjor. Opozitarja bën thirrje për një reagim të menjëhershëm nga bashkësia ndërkombëtare, veçanërisht si shton nga institucionet që ndjekin reformën e sistemit të drejtësisë, që të mos heqnin përballë abuzimit të dukshëm të institucioneve për qëllime politike.